janë kthy prapë te ca personazhe, unë nuk e kuptoj dot domethënë si mund të insistohet në të njëjtin budallëk, është habi shumë e madhe. Pa ca personazhe që të vjen zor ti përmendesh dhe emrin që i kanë vënë atje në listën e Kënetës. Kënet e vërtet. Dhe nëse ka pas dhe ka akoma një vend që e tregon vetë vendi se çfarë është Këneta, ka qenë Shkodra deri para se sa Benedit vinte këtu. Dhe nëse ka një kartvizit Këneta, është lista e deputetëve të Shkodrës. Përjashto vetëm një person për të cilin unë kam respekt, që është ajo zonja që është parlament. Gjithë tjerët janë personazhe qesharak, grotesk. S'kan lidhje fare me çfarë i duhet Shkodrës, çfarë i duhet Shqipërisë, çfarë i duhet të gjitha shtresave dhe kategorive. Njerëz kot, pa lidhje.